Andon, si po shkon procesi i rinumërimit në Tiranë? Po vijon për të tretën ditë rinumërimi i votave këtu në Pallatin e Sportit Faria Oti, pikërisht për qarkun më të madh të Shqipërisë, atë të Tiranës, dhe tashmë shifra ka të i kaluar 100.000 votat e para të rinumëruara, që përkthehet në 275 qendra votimi të hapura nga 1282 në total që ka qarku i Tiranës. Megjithatë, Partisë Demokratike kjo po i kthehet në bumerang, pasi është subjekti politik i cili po humbë më shumë vota nga rinumërimi. 144 vota po i ikin Partisë Demokratike deri më tani nga procesi i rinumërimit të votave, ndërsa Partisë Socialiste 10 më pak, 134 vota. 7 vota i ka humbur Partia Mundësia, 11 vota i ka humbur Partia Social Demokrate dhe 14 vota koalicioni Nisma Shqipëria B, ndërsa i shtojnë vetëm koalicionit Euro-Atlantik 6 vota dhe koalicioni Djathtas për Zhvillim 3 vota. Po ashtu, situata është përmbysur edhe në listat e kandidatëve për deputet. Ilir Ali Mehmeti, i cili synonte të rifitonte vota nga rinumërimi, po ka humbur deri më tani 24 vota, ndërsa Jorita Tabaku, e cila është një mandat si për Ali Mehmetit, po fiton vota. Ka fituar 11 deri më tani. Situata është e njëjtë edhe tek lista e Partisë Socialiste, më shumë vota po humb Fatmir Xhafaj 61 vota, Ylli Shehu ka humbur 47 vota, ndërsa Xhemal Qefalia, i cili pretendon mandatin e Ornaldo Rakipit, ka humbur 75 vota tani, kurse Ornaldo Rakipi ka humbur vetëm 1 votë. Në garën mes Xhaçkës dhe Gjylametit, Xhaçka deri më tani ka humbur 12 vota, ndërsa zonja Blerina Gjylameti ka fituar 2 vota, duke shkurtuar tashmë diferencën mes të dyjave nga 120 vota në 130 vota, megjithatë Gjylametit i duhet të rikuperojë edhe 130 vota të tjera. Pra, parregullësitë apo shifrat janë minimale, deri më tani edhe votat e pavlefshme, të cilat pretendojnë edhe nga Partia Socialiste, por më herët janë pretenduar edhe nga Partia Demokratike, janë më pak se 200 vota, pra të shtuara nga ky rinumërim, bëhet fjalë për teknikalitete të cilat megjithatë nuk sjellin asnjë ndryshim në rezultat përfundimtar, në mandate, në rezultat për subjektet politike apo edhe kandidatët politik, për shkak se diferencat janë shumë të thella se kaq. Andon Kello, falenderoj për gjithë informacionin që solle.